Kjo kriptovalutë e re regjistroi $79 miliard në transfere për vetëm 10 muaj. Është kjo zgjidhja e problemit financiar të Moskës, apo më saktë, e problemit të transferimit të parave në Moskë? Siç e dini, Rusia është vendi më i sankcionuar në botë, fal viteve të tëra të ndëshkimeve financiare dhe kufizimeve bankare nga vendet perëndimore. E gjithë kjo është ndëshkim për pushtimin e Ukrainës nga Kremlini. Sankcionet e bëjnë jashtëzakonisht të vështirë për Moskën të blejë dhe të shes gjëra në tregjet globale. Si për shembull teknologjitë me përdorim të dyfisht, pajisje elektronike, dron, tranzistor, që Rusisë i duhen për armatimin e saj për të vazhduar luftën në Ukrainë. Nëse ja shet këto pajisje Rusisë, do që të paguhesh me transfere bankare apo jo. Herët avon, këto transaksione shfaqen në rrjetet e gjera të qarkullimit bankar në përbot. Kjo i shqetëson bankat, ato nuk duan të bien në kundërshtim me sanksionet, nuk duan të përjashtohen nga sistemi perëndimor bankar. Pra, pse jo me kriptovaluta? Pse mos përdoren Bitcoin ose Ethereum për të paguar ose për të kryer pagesa? E po, edhe ato mund të gjyrmohen, ose kuletat e kriptovalutave mund të konfiskohen. Pra, zgjidhja e dukshme është të krijosh kriptovalutën tënde. Njihuni me A7-500. Thuhet se është kriptovaluta e parë e qëndrueshme në botë e mbështetur nga rubla. Njeriu që besohet se qëndron pas kësaj është ky, Ilan Shor. Ai është një oligark nga Moldavia, është gjithashtu një i arratisur i dënuar për organizimin e vjedhjes së shekullit, të rreth $1 miliard që u zhdukën nga bankat moldaviane rreth një dekadë më parë. Shor ende përzihet në punët e Moldavisë, por kohët e fundit po qëndron në Moskë. Në fund të vitit të kaluar, ai themeloi një kompani të quajtur A7 LLC. A7 u bë partnere me bankën e 8 më të madhe të Rusisë, me këtë. Drejtori i përgjithshëm i Promsvijazbank, PSB, është Pyotr Fratkov. Babai i tij është ky person. Mikhail Fratkov ishte kryeminist rus. E ka qenë gjithashtu shef i shërbimit të inteligjencës së jashtme, një spion pra. Kështu që PSB e mbështet kriptovalutën A7-5 me depozita në rubla. Por monedha në fakt emetohet në Kirgizi, sepse ligjet atje janë më të favorshme. Në rreth 10 muaj që nga qarkullimi i parë i monedhës, ajo ka regjistruar një numër tronditës transaksionesh dhe vlerësimesh, rreth $79 miliard deri në muajin e kaluar. Por prisni, ka edhe më tepër. Në shtator, Shor dhe Fratkov e hapën një degë fizike të A7. Kjo është dega më e re dhe ndodhet në Vladivostok, pranë Kinës. Qëllojani se kush mori pjesë në prerjen e shiritit? Vladimir Putin. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që Putin po jep bekimin kësaj kompanie pagesash, kriptovaluta e së cilës po rritet me shpejtësi. Kush po e përdor këtë kriptovalutë? Sipas studiuesve, kompanitë kineze. Prej tyre, Rusia merr shumicën e elektronikës për luftën e saj. Pra, Rusia merr elektronikën, Kina paguhet, askush nuk sanksionohet. Një sistem bankar paralel.